Në prajmin e kaluar gjatë transmetimit live, njëra nga banorët e firmave 3, Ola, e ofendoi rënd moderatorën Arbana Osmani duke e quajtur atë kuq. Në këtë rast, Arbana me shumë maturitet dhe me shumë kujdes e trajtoi këtë gjë të thënë nga fermeria duke mos dal nga vetja dhe duke mos e humbur klasin që ka si njëra ndër moderatoret më të mira të Shqipërisë. Por pas këtij incidenti të ndodhur live gjatë prajmit, filluan spekulimet se Gjoja Fabiola është kushërira e burrit të Arbana Osmanit, pra e Eduard Grishaj, njëherësh regjisori i këtij edicioni të tretë të reality show-t në fjalë. E në prononcimin e tij, Eduardi ka dhënë një sqarim lidhur me rastin se e ka apo jo kushërir Fabiolën. Në prononcimin e tij në story, Eduardi shkruan: "Asnjë kushëri apo kushërire imja nuk ka qenë, as nuk është dhe nuk do të jetë pjesë e ndonjë reality show ku unë jam i përfshirë si pjesë e produksionit. Fabiolën e kam propozuar unë për firma Web 3 sepse kam vlerësuar energjinë dhe potencialin e saj si vajzë e re që vjen nga malësia e madhe. Nuk jam penduar për këtë përzgjedhje, unë do të vazhdoj të mbështes të rinjt nga Veriu dhe nga çdo krahin tjetër e Shqipërisë sa herë të kem mundësi, siç e kam bërë dhe më parë në Big Brother dhe tani te firma dhe në projektet e mia personale si filmat apo programet e tjera." E duke u rikthyer te rasti i Fabiolës, njerëzit mund të gabojnë sidomos në presionin emocional dhe në transmetim live nga njerëzore moment apo një gabim nuk mund të gjykohet e gjithë jeta e një 23 vjeçareje, familja apo vendi nga ajo vjen. Për sa i përket reagimit të prezantueses në studio, Arbana ajo është njerëzore me çdo njeri në çdo situatë dhe mendoj që ai reagim ka ndryshuar qasjen e prezantimit dhe të gazetarisë në vendin tonë dhe kjo duhet të shërbej si shkollë edhe brezave të rinj që duan ta vazhdojnë këtë zanat. Faleminderit të gjithëve që na ndiqni dhe na mbështesni. Ne do të vazhdojmë të japim maksimumin ton me të mirat dhe gabimet tona. Përfundon reagimin e tij Eduardi me këtë pamje nga regjia e firma Web 3.